Kush kujt po i përzihet në punët e brendshme. Shkupi dhe Sofia me akuzat të ndërsjella, pasi kryeministri Mickoski bëri thirrje që Bullgaria t'i respektojë gjykimet e gjykatës për të drejtat e njeriut në Strasburg për pakicën maqedonase. Pas kësaj, reagoi Ministria e Jashtme bullgare. Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut edhe njëherë tregon njohuri të pamjaftueshme për vendimet e gjykatës europiane për të drejtat e njeriut. Në këtë mënyrë me qëllim apo jo promovon teza të rrejshme dhe manipuluese që mund të kuptohen si përzierje në punët e brendshme të Republikës së Bullgarisë. Nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut u përgjigjen se gjykimet për pakicën maqedonase në Bullgari janë të detyrueshme. Qinjyn përsëri përpiqe që përgjegjësinë për mos realizimin e obligimeve të tyre ndërkombëtare t'ia hedhë shteti tonë. Mickoski ankua që shefi i diplomacisë bullgare, siç thot, ka harruar se marrëdhëniet e mira mes qinjeve janë vlerë europiane për të dyja vendet dhe vlerësoi se Bullgaria po përzihet në punët e brendshme të Maqedonisë. Доколку промената на уставот не е директно мешање во внатрешните работи на една суверена и независна држава, тогаш навистина не знам што е тоа. Kryeministri përsëriti se qëllimi strategjik i shtetit është antarësimi në BE, ndërsa paraprakisht Ministria e Jashtme e Bullgarisë reagoi se Mickoski anashkalon propozimin francez duke defokusuar opinionin nga mungesa e reformave.